Jemi bashkë sërish, vijojmë të qëndrojmë në transmetim të drejt për drejt, patë mundësi të ndiqni pak çastin parë edhe protestën që po zhvillohet tek bulevardi përpara godinës së kryeministrisë, ndërsa vijon ende të organizohet në këtë çast para vijon sigurisht zhvillimin e saj. Unë vijoj të jem në studio me gazetarin Denis Minga, ku patyshim do ndalemi në analizën e asaj çka shohim në fakt gjatë ditës së sotme si prezencë të pakët të qytetarëve në bulevard, pikërisht pas thirrjes së bërë për protestë nga ana e kryedemokratit Berisha. Një foltore të dytë e quajti Berisha, Denis Minga. Po, duhet përmendur Ermal që çfarë mesazhesh kishte për të dhënë kjo protestë i dha, sepse vetëm Berisha ka në një farë mënyrë ka peshë në atë protestë, pjesa tjetër nuk është se ka ndonjë vlerë se çfarë thonë ose çfarë përfaqësojnë. Po çfarë do të thotë foltoria e dytë? Rikthehemi pak në kohë se ky është një mesazh që nuk është për Ramën, por është për demokratët. Foltoria e parë çfarë ishte? Do largojmë Lulzim Bashën, i cili ka uzurpuar, është i shitur tek Rama dhe ka uzurpuar Partinë Demokratike, ka uzurpuar opozitën. Dhe premtimi i dytë ishte do vim në pushtet. Gjën e parë, Berisha e arriti, e largoi Lulzim Bashën. Për të ardhur në pushtet, absolutisht s'bëhet fjalë, sepse jo vetëm që nuk erdhi në pushtet në 2025-ën, po e ka 10 fishuar diferencën me Partinë Socialiste. Pra nëse Lulzim Basha ishte shumë pranë marrjes së pushtetit, pra vetëm 30.000 vota, Sali Berisha e ka çuar diferencën në 300.000 vota. Çfarë do thotë? Do thotë që ai ka të pamundur në çdo rrethan të pamundur për të ardhur në pushtet. Foltore e dytë tani, nëse ishte për ta rrëzuar Ramën me foltorën e parë, tani pse duhet një foltore e dytë për të rrëzuar prapë Ramën, kur zgjedhjet kanë përfunduar. Pra nuk ka sens që kjo që po bën Berisha t'i drejtohet kryeministit Rama. Por kjo i drejtohet sërish, le të themi, disa zërave që janë interesant. Në fakt, mund të përmend Ali Mehmetin, mund të përmend Saljanin, mund të përmend Murizin. Janë disa zëra që nuk po e pranojnë më këtë gjendje. Dhe Berisha me këtë foltore dytë do t'i mbyll të zëra. Do të thotë që sido që të jetë puna, pavarësisht ç'a ndodh edhe ç'a ndodh me të, ai do të vazhdojë të jetë kryetari i Partisë Demokratike. Pra, është një lloj parapritje për çdo që do tentojë t'i thotë Berishës nuk vazhdohet më kështu, nga humbja në humbje. Sepse, e thashë edhe një herë, nuk është një thirrje që drejtohet e Ramës. Nuk mundet që me një grusht njerëzish të rrezosh kryeministrin i votuar me 83 mandate. Nga kjo pikpamje është thjesht një kalkulim politik i Berishës në raport me të tjerët. Është destinuar kjo forcë politike? E shihni kështu të ndoshta të shkojnë në një rënje? Patjetër, nëse do vazhdojë Berisha do vazhdojë ta dominojë Partinë Demokratike, siç e ka bërë kjo parti, nëse Berisha do vazhdojë edhe në 2027 të drejtojë sërish fushatën për zgjedhjet lokale, kjo parti do vazhdojë të kurret. Nga 6 bashki mund të reduktojë edhe në 2-3 bashki. Pra, nëse ai do vazhdojë në 2029 prapë të jetë kandidat ose drejtojë opozitën për zgjedhjet e përgjithshme, nga 50 mandate do shkojë 40. Nuk ka rëndësi, nuk ka më rëndësi sot sa je 50 a je 10. Pra, në fundit Partia Demokratike për herë të parë nuk është një forcë imponuese e rregullave të lojës. Çfarë do të them imponuese? Sot Rama ka mundësi ta bëjë reformën zgjedhore si ti dojë qefi. Nuk është më e detyruar pavarësisht se ai ka shtrirë dorën Partisë Demokratike. Kjo është tjetër pjesë do dhe një analizë tjetër pse Rama shkon në këtë lloj bashkëpunimi, por kjo nuk është shumë e rëndësishme në këtë moment. Nuk përcakton dot më as reformën territoriale. Pra, PD-ja që ti jesh aktor në skenën politike duhet të kesh numra. Ajo nuk ka numra për t'i imponuar 84 mandateve që Rama mund t'i krijojë shumë kollaj në parlament. Nga kjo pikpamje them që Partia Demokratike është si peshku pa ujë dhe gjitha këto lëvizje Berisha i bën në funksion të asaj që unë përmenda, pra nuk është se ai do t'i imponojë Ramës largimin nga pushteti, ka të pamundur, kur nuk e largove Ramën nga pushteti në 2021 që kishte mbi 650.000 votues, nuk mund ta largosh me 500.000 votues ose me protesta të kësaj natyre. Ajo që po bën dhe është për ta thënë për të ndjej pak keqardhë këtu. Ermal, se këto protesta, të cilat siç i shohim ne, janë në nivelin edhe të protestave të Lulzim Bashës, i cili është bërë nga një herë pas here edhe personazh qesharak, jo vetëm nga vetë Partia Demokratike, po edhe nga mazhoranca, po edhe nga qarqet mediatike, po kur shohim që Basha nuk arriti kur ka ta ndiste Partinë Demokratike në këtë nivel, prandaj them që Partia Demokratike sot është në pikën e saj më dobët. Dhe nëse nuk ndryshon dhe nuk ka gjasa ndryshoj, sepse Berisha e bëri qartë që
do ketë një foltore dhe kur ka foltore nuk guxon askush të dalë Sigurisht të orientohet ndryshe. një zë ndryshe. Kështu që kjo mund të jetë një përgjigje edhe për Salianin, i cili para pak ditësh tha që unë kam ndërmend të ndërmarr edhe një fushat, një nismë, le të themi. Po në këtë kontekst mund të kemi edhe të kurrje të figurave, nëse për shembull Berisha nuk lëshon penë në njërin krah. Ajo tjetër ju thoni që ka disa figura që mund të krijojnë një lloj revolte ose kundërshti, atëherë Absolutisht, po jo, pikërisht në këtë moment që ai ndjen që mund të ketë figura zëra të ndryshëm, ai pikërisht këtu do të kërkojë të forcojë radhët e tij. Dhe kjo foltore këtë synim ka, se unë e përmend edhe një herë, pra, foltoreja numër 1 kishte qëllim të largonte Lulzim Bashën dhe të rrëzonte Edi Ramën. Si mund ta rrëzosh Edi Ramën kur ti shkon me 300.000 vota më pak? Pra, sot po të krahasosh Bashën me Berishën, është një rezultat katastrofik. Nëse Basha e la me 30-40.000 vota diferencë, ky e la me 300.000 vota diferencë. Sigurisht që Basha nuk është se ishte i vetëm, ai ka patur edhe mbështetjen e Berishës. Por sot shifrat janë flasin hapur. Pra, kemi një moment ku Partia Demokratike do duhet të mendohet mirë dhe kjo është një qasje që vetë anëtarët e Partisë Demokratike duhet ta bëjnë me njëri tjetrin, mos e Rama do ta shohësh për një orë kur do nxjerrë një status, nuk e di ku mund të jetë tani në Holland apo në Bruksel, do nxjerrë një status me nota humori dhe kaq është reagimi i kryeministrit. Madje ai mezi pret të shohë skena të kësaj natyre. Por nga ana tjetër, ajo që është e dëmshme për qytetarin, për ne të gjithë, njerëzit e pa angazhuar politikisht, e njerëzit jo militant të kësaj shoqërie, është dobësia e opozitës. Kjo opozit ka që dobët, që vjen e bëhet gjithë më dobët, e bën akoma më arrogante shumicën, e bën akoma më arrogante mazhorancën, kryeministrin, dhe nga kjo pikpamje humbet shoqëria shqiptare. I vetmi lajm i mirë, ose do duhet ta theksoj pak se është dita, se u morëm me një protest në përmasa një OEF-je, por nuk përmendëm lajmin e mirë, që sot në Bruksel janë hapur gjithë kapitujt. Po pse është lajm i mirë ky? Nuk është lajm i mirë për opozitën, se opozita pothuajse në vend që ta mbështeste këtë lajm i mirë, në një farë mënyrë me këtë protest, sikur e sulmon pak, i fut nga një spond. Është lajm i mirë për ne qytetarët e zakonshëm, sepse këtë tutje mazhoranca e Ramës nuk do jetë kaq e lirshme sa ka qenë deri më sot. Do duhen të disa standarde demokratike do fillohen të shikohen ndryshe. Pra, i vetmi sot në testin europian është vetëm Rama. Partia Demokratike ka mbyllur të gjitha llogarit me demokracinë në këtë vend, nëse vazhdon me këtë gjendje. Pra, është një parti që as ka peshë elektorale, as ka numrat në parlament dhe as ka qasje për të qenë pranë integrimit evropian. Nga kjo pikpamje, nuk është habi ajo që na zbuloi Berisha që tha pse e ka sherin ai me ambasadorin e BE-s. Sheri me Gonzaton është që ambasadori i BE-s nuk e pranon dhe me drejt nuk e pranon që Shqipëria është narkoshtet. Berisha i thotë, jo, është narkoshtet. Tani, si ka mundësi që ti ke qenë ish kryeministër, ish president i këtij vendi, ndërkohë vjen një mik nga Bashkimi Evropian që kërkon të integrohen në familjen e madhe dhe thotë Shqipëria nuk është narkoshtet, ti thua jo, e ke ti gabim. Pra nga kjo pikpamje Berisha sot i ka dyert e mbyllura edhe në Washington edhe në Bruksel. Kështu që këtu loja, këtë tutje dhe ky është lajmi mirë për gjithë ne. Është vetëm me mazhorancën. Është vetëm me problemet që ka mazhoranca. Unë mendoj që nga dita e sotme, dhimbjet e kokës do fillojnë për Edi Ramën dhe mazhorancën e tij. Pra në kontekstin e të gjithë atyre kritereve që duhen plotësuar, thonë ju, padyshim që do duhet të ketë një. Le të themi OEF-je, na më kujton OEF-t e dikushme se kishim kohë pa parë OEF dhe është në këto nivele. E shohim në fakt nëpërmjet pamjeve të drejtë për drejta, sigurisht ndarë ekranin e Splitter në 3 pamje të ndryshme ku kemi mundësinë të shohim edhe nëpërmjet Dua të them diçka Ermal. Faqes nga sipër edhe prezencën e qytetarëve, po. Është e kuptueshme që është shumë pak, duhet të them diçka se edhe publiku duhet të jetë i qartë çka ka ndodhur. Një qendrim shumë i qartë i ambasadorit Gonzato ishte para pak ditësh dhe jo pa qëllim Berisha e sulmon, nuk e sulmon për ligjin për barazinë gjinore, të cilin Berisha vetë ka përkrahur në vitet kur ai ka qeverisur. Por ai sulmon sepse edhe nga informacionet që unë kam, është i vetmi zyrtar ndërkombëtar që ka qëndruar fort për reformën drejtësi për momentin. Dhe është i vetmi për momentin që i ka thënë stop edhe Komisionit Xhafa, i cili synonte të ndërhynte thellë në kushtetutë si në aspektin politik ashtu dhe në aspektin e reformës drejtësi. Pak ditë më para i dha një intervistë dhe tha hapur, parlamenti është legjitim, numrat janë, mund ndryshoni ligje apo kushtetutë, por në rast se preket struktura e reformës drejtësi nuk ka integrim. Më qartë se kaq nuk më flas. Dhe kjo është një gjuhë
sigurisht për mazhorancën, sepse e thashë njëherë Partia Demokratike ka kryer punë. Nuk është një forcë politike që ja vlen të diskutosh përveç se jemi detyruar si gazetarë të përcjellim çdo zhvillim, po realisht nuk është diçka që ti ja vlen ta shohësh me syrin e një force që dëshiron ta çojë vendin përpara. Ka nisur prej orës 18 të ditës sotme, kjo është protesta që zhvillohet e thirrur nga kryedemokrati Sali Berisha pikërisht në bulevardin përpara godinës së kryeministrisë. Jemi me pamje të drejtë për drejta në këtë çast, ku padyshim pas fjalës kryedemokratit Berisha, padyshim duke hedhur akuza ndaj qeverisë kryeministrit Rama, por edhe socialistëve të tjerë, ka vijur më pas të marrin fjalën edhe deputetët të cilët janë duke folur në këtë çast, disa prej figurave të cilët janë mbështetje vjetëre. Gjithashtu, sikur edhe kolegu e theksoi, ka një prezencë, po themi, të qytetarëve të pakt, nuk ka një organizim të mirëfill, sikurse edhe vetë Ali Mehmeti e tha më herët, pra në një lidhje direkte që e konsideroi si një protestë të zotit Berisha, pra të leadershipit, çka dhe sipas tij kërkohet një ndërhyrje menjëhershme në këtë forcë politike, duke nisur që nga leadershipi e në vijim. Janë këto pamjet që me sa duket deri në orën 20 do të vijojë të qëndrojnë edhe pikërisht ky organizim i bërë në bulevard Dëshmorët e Kombit, pikërisht ditën e sotme, ku zoti Berisha theksoi që në vijim do të ketë një foltore e cila do të jetë e përjavshme. Denis, duhet të pyes, ndoshta ju thatë që edhe në këtë ditë të parë ka një mungesë interesi ose një prezencë të pakët të qytetarëve. Në vijim mund të vijë në të kurrje, pra e parashikoni si të tillë edhe duke qenë se të pakën në nisje ndoshta mund të ishte një formë revolte më masive? Jo, historia e protestave të zotit Berisha ka treguar që protestat sa vinë të kurrë, nuk është se shtohen. Protesta ka bërë edhe në vitet me njerë pasi humbi pushtetin në 97-ën, protesta ka bërë në 98-ën, se njerëzit ndoshta edhe i kanë haruar, po kanë qenë protesta edhe më minore, dhe ai ka ditur në fakt që të paktën këtë, edhe në atë periudhë, ai gjithnjë ka qenë në presionin e leadershipit Partisë Demokratike. Dhe këto protesta gjithnjë kanë shërbyer për të ruajtur leadershipin e Partisë Demokratike. Kujtoj ka pasur zëra atëherë që kundërshtonin ashpër, madje një prej njerëzve më të ngushtë sot të Berishës, që ka qenë Tritan Sheu, ka qenë nga zërat e fortë kundër zotit Berisha. Kështu që edhe nga kjo pikpamje nuk është se është një protestë që garanton vazhdimsi dhe masivitet. Një gjë mund t'ja themi Berishës me këtë që shoh unë sot, nuk kam parë ndonjë protestë më të qetë të doktorit. Kështu që kjo, këtë merite ka, se kjo është protesta më e qetë, jo demokratike, se protestat zakonisht, nëse janë brenda kuadrit ligjor demokratike janë gjitha, po më e qetë se sot nuk kisha parë ndonjëherë. Kështu që përveç këtij detaji që e thash edhe një herë nuk ka shumë rëndësi, sepse opozita e ka vlerën tek numrat, tek imponimi, tek fryma. Këtu nuk shohim as numra, as frymë qytetare, as gjë prej gjëje, përveç se fjalës së zotit Berisha, i cili këtë fjalë mban pothuajse në çdo dalje të selisë Partisë Demokratike, dhe unë kam një pyetje, besoj edhe për publikun, çat keqe ka që Berisha këtë lloj proteste le ta bëjë te selia e Partisë Demokratike. Në këtë funksion as nuk bllokon, le themi, bulevardin, asgjë. Pra, se kjo është një protestë që nuk imponon asgjë. Çfarë do thotë Rama duke parë këtë protestë, që tani shiko se fryma popullore po më imponon të largohem nga pushteti dhe jap dorëheqjen? Tani këtu kemi arritur në nivelet e humorit. Kështu që nga kjo pikpamje unë mendoj edhe një herë që foltoria 2 i shërben siç i shërbeu foltoria 1 zotit Berisha për ta rikthyer në krye të Partisë Demokratike, edhe foltoria 2 do konsolidoj pozicionin e tij në krye të Partisë Demokratike. Jo se ishte i cënuar, po gjithsesi ai her pas here, sa herë që shef zëra ose ndonjë fraksion, mini fraksion të tillë, mendon me një reagon. Këtu jam kurioz të di për shembull nëse në një nga 4 deputetët që u takua me le themi me përfaqësuesin amerikan, pra nëse ndonjë nga këta do arrit të kenë një reagim për situatën në Partinë Demokratike. Megjithatë, unë nuk besoj se Partia Demokratike, e cila tashmë prej kohësh, unë personalisht bindje kam pasur Ermal, pavarësisht se ndonjëherë bëj debat me miqtë e mi demokrat, që kjo ka qenë partia e zotit Berisha që në fillimet e saj. Pra, që ndoshta vetëm ato 6 muajt e parë të Partisë Demokratike kanë qenë vërtet, le them, kishin një frymë të një Partie Demokratike, menjëherë Berisha arriti ta dominonte dhe që nga vitin 92 në bindjen time kjo vazhdon të jetë
partia Zojt Berisha, dhe mbase ai ka drejt të mbaj këtë parti dhe nuk guxon askush dhe nuk ka drejt askush t'ja marrë. Kështu nga kjo pikpamje, unë nuk e shoh këtu lajmin në politikën shqiptare. Lajmi, unë ta përmend edhe një herë, është tek majoranca. Ne do shohim në këtë periudhë vetëm lajmi që vijnë nga majoranca. Do të shohim dhe përballjen e Zojt Berisha me SPAK-un për sa i përket 21 janarit, shohim se çfarë do rezultojë aty, se është një çështje shumë delikate, kush mendon që ajo është një çështje thjesht që mund të hetohet vetëm nga 2 deklarata që ka bërë Berisha, gabon. Aty është një çështje shumë delikate dhe do jetë shumë e vështirë për SPAK-un për ta zbardhur. SPAK-u, kujtoj, ishte një nga ato momentet delikate të le themi të këtij institucioni kur fillimisht nuk e pranoi ta hetonte pikërisht 21 janarin, por u desh Strasburgu, pra u desh një institucion europian që çuditërisht janë më le themi më institucional se ne, më adhetar se ne, më shqiptar se ne, europianët se sa vetë ne. Dhe u desh Strasburgu që ta detyronte gjykatën e lartë i thoshte SPAK-ut merru me këtë. Por e thash edhe një nuk pres shumë nga kjo çështje, është një çështje shumë delikate, shumë e vështirë për ta hetuar, kështu që kjo do jetë përballje tjetër e Berishës. Pjesa pastaj që ka të bëjë me majorancën, do ketë më shumë lajme se që kemi mësuar të shohim deri tani. Do të na bashkohet gjithashtu, kam kënaqësinë të kem në një komunikim të drejtë për drejtë nga Gjermania, zotin Kareshnik Spahiu, të cilin e përshëndes. Zoti Spahiu, përshëndetje, kënaqësi t'ju kemi. Përshëndetje, faleminderit. Jemi duke përsëllë në mënyrë të drejtë për drejtë protestën e thirrur nga kryedemokrati Sali Berisha. Doja të merrim fakt edhe një koment në këndvështrimin tuaj si e shihni të paktën këtë protestë të parë të thirrur kështu në një kontekstin e quajtur të një foltoreje të dytë. Sali Berisha i përket një nga 2-3 politikanëve më kryesor të Shqipërisë, i cili ka eksperiencën kryesore të organizimit të protestave. Që do të thotë, nëse ka pas një person i cili ka mundur në 35 vite, në afër 4 dekada që ka realizuar protestat më të mëdha në Shqipëri, dhe ka pas aftësinë organizative, karizmën, mbështetjen popullore, ka qenë Sali Berisha. Por çfarë shënon protesta e sotme? Protesta e sotme qartazi provon se kjo është organizimi dhe protesta më e vogël në historinë e Shqipërisë, në historinë e partive politike dhe në historinë politike të vetë kësaj partie. Tani, ç'të ndodh kjo? E para flasin fakt, flasin numrat, flet realiteti dhe nuk është pjesë e dobësisë organizative të Sali Berishës, i cili ka provuar 35 vjet. Po është provë dhe fakt i humbjes së mbështetjes popullore dhe i shpërbërjes së Partisë Demokratike. Që do të thotë, Berisha është përpjekur me gjithë resortës njerëzore, financiare, organizative për të realizuar protestën në ditën më të vështirë dhe vetëm, por në ditën në cilën ai ka kërkuar të ketë mbështetjen më të madhe popullore, ai sot provoi se ka arritur dhe ka degraduar partinë në nivelin e NGO-ve, shoqatave. Mendoj që edhe shoqatat e taksive apo shoqatat mjedisore në Shqipëri kanë organizuar protesta më masive se Partia Demokratike sot. Pa llogaritur këtu partitë e reja, të cilat padyshim jo në Tiranë, po edhe në diasporë kanë realizuar protesta më të mëdha se Sali Berisha. Dhe kjo përbën një nga dështimet më të mëdha. Sot Berisha e pa veten që është vetëm, sot Berisha i ka bërë shërbimin më të madh Edi Ramës. Kjo protest i shërben vetëm një njeri, jo Sali Berisha. Kjo protest i shërben konsolidimit të pushtetit të kryeministrit Rama, i cili pas shumë problemesh të skandaleve korruptive apo të përplasjeve me SPAK-un, i duhej pak sinergji dhe oksigjen për treguar që sërish ajo është partia më e fuqishme në Shqipëri. Dhe vetmja mënyrë që Rama të rikthente humbjen në fitore ishte një kauzë dhe një protest e dështuar e opozitës kryesore në Shqipëri. 24 orë pas kësaj proteste, çdo kush do të thotë e keqja më e vogël është pushteti, e keqja më e madhe është ka, s'kemi alternativë tjetër.
dhe mënyrë më të mirë për t'i shërbyer Edi Ramës dhe për të bërë vegël dhe pateric e këtij pushteti është që një kauzë kaq gjigande, që është skandali korruptiv, pra me këtë protestë të dështuar, Berisha nuk tregon gjë tjetër, po provon që edhe sikur gjithë Partia Socialiste të arrestohet, apo shkoj atje në burg, në dyert e SPAK-ut, sërish PD-ja nuk sjell dot rotacionin politik. Ndërkohë, me sa duket, kaq ishte Denis edhe misioni i kësaj proteste, se nëse vjen e të kurrët më pas, atëherë padyshim. Jo, këtu jam dakord me Kreshnikun, megjithatë unë doja ta ngacmoja pak se nuk e di nëse na ndoqi se kjo është një protestë vetë zoti Spaju ka qenë nga ata njerëz që ka organizuar tubime, gjëra dhe padyshim disa herë më të mëdha se kjo, po zoti Spaju mendoj që bindja ime personale kjo që PD-ja përveç atyre muajve të parë ku kishte realisht frymë për ta ndryshuar regjimin, sistemin dhe për të sjellë demokracinë, më pas me njëherë Berisha ai famshëm emocioni e tjera e arriti ta kapte atë parti dhe të mos e lëshonte më. Dhe kur e kishte Lulzim Basha ishte partia e tij, nuk ishte partia e Lulzim Bashës. Mendon që ky do jetë fati i PD-s, pra është një parti që po shkon drejt shkrirjes për aq kohë sa Berisha vazhdon të ketë të qasje. Denis, lëvizjet popullore në të gjithë planetin kanë degraduar gjithmonë në dy raste. E para, kur janë personalizuar nga lider me probleme me drejtësinë, me probleme penale, apo nga lider të konsumuar, të cilët kanë dashur të riciklohen disa herë në pushtet, ose në rastin e dytë, lëvizjet popullore shpesh herë kanë degraduar si pasojë e monopolizimit të kauzave dhe konsumimit të kauzave. Tek Partia Demokratike realisht kanë ndodhur të dyja proceset, që do të thotë lëvizjet popullore nuk kanë më vlerën e dikurshme dhe për më tepër ndodhe faktori i tretë. Gjithmonë kur lëvizjet popullore radikalizohen, lëvizjet partijake kalojnë në një stad radikal, atëherë prekin fundin e tyre. Kështu ka ndodhur në të gjithë Evropën, kur shumë lëvizje politike janë kthyer në lëvizje radikale dhe disheza e kësaj partie nuk ka filluar sot. Disheza e kësaj partie ka filluar që në momentet kur ka menduar që në pushtet mund vi nëpërmjet dhunës dhe jo nëpërmjet votës, mund vi nëpërmjet rrugës dhe jo nëpërmjet mbështetjes popullore, mund vi nëpërmjet imponimit, degradimit apo përplasjes, nëpërmjet djegjes mandateve, nëpërmjet bojkotit, nëpërmjet proceseve jo demokratike, dhe kur këto kanë qenë thjesht lëvizje partijake. Dgjoj, këtu nuk është problemi i vetëm që sot në shesh janë 500 apo 700 persona. Problemi është që degradimi kësaj partie ka lindur që në momentin kur në protest nuk del asnjë person pa tesër partie. Pra dalin vetëm njerëz janë militant partijak. Që nga ky moment kur po të shkosh 100 metra më andej te klubet e bllokut, gjen 100 fishin e pjesëmarrësve në bare, restorante etj, jeta vazhdon normalisht, atëherë këta janë jashtë realitetit. Këta kanë krijuar një botë paralele të tyre, ku duan të krijojnë institucione paralele, drejtësi paralele, dhe nga ana tjetër, po ti ndiqni të gjitha intervistat e sotme të shumë militantëve, aktivistëve, njerëzve të zhgënjur brenda PD-s. Demokratët janë qartësuar që po përdoren thellësisht nga lideri i tyre. Dgjoj, ka një tezë, Denis. PD-ja ka marrë nga Berisha, apo Berisha ka marrë nga PD-ja. Tani, PD-ja i ka dhënë çdo gjë Sali Berisha. E ka bërë president të Republikës 2 herë. E ka bërë kryeministër 2 herë. E ka bërë kryetar partie 10 herë. E ka bërë deputet 35 herë. Tani, çfarë mund të japin më shumë PD-jave, që të japin gjak ata për liderin e tyre. Në të kundërtën, kush është sakrifica që bën Sali Berisha për partinë? Thot një sakrificë që vetë Berisha e bën për partinë. Si ka mundësi që nuk e çliron? Domethënë se Berisha ka dalë jashtë kontekstit. Tu pra partie dobët
Kreshnik, dalit të teza ime pra që... Nuk i bën puna sa ti, po. Dalit të teza ime që kjo është parti e ti, nuk është parti e demokratëve, sepse edhe në një zë izoluar, si që mund tjetë zoti Ali Mehmeti, si që mund tjetë zoti Saljani, me këtë foltore të dytë, do mbyllet, sepse Berisha me njëherë është javë të marrë masat për të mbyllur çdo zë ndryshe, si që bëri në foltorën e parë, do bëjë dhe me foltorën e dytë. Nga kjo pikpamje them, ajo nuk ose duhet opozita të riorganizohet në një parti tjetër, ose këtu pastaj Rama do vazhdoj gjatë në pushtet, dhe ky do ishte i problem për le themi për problemet që ka kjo mazhorancë me korrupsionin. Tani, ju kapët një moment shumë të rëndësishëm, i cili është i pjesëshëm i problemet, shumë kush mund thotë ç'lidhje keni ju, po doja Berishën kërkon dhe por, qëndrimi i Berishës në krye të partisë hap një problem të shumë fish. Problemi i parë është ai që thoni ju, që sa më shumë qëndron Berisha në krye të partisë, më të madhe opozitare, aq më shumë zgjatet jeta politike e Edi Ramës si kryeminist. Pra, Berisha pengon rotacionin. Problemi i dytë, që është më madhor, është që Partia Demokratike pengon hapjen e procesit pluralist në Shqipëri. Po ta vini re, një nga motivet dhe arsyet, pse mbështeti nuk u regjistruan zgjedhjet e 5 bashkive dhe mbështeti kandidat pavar ishte vetëm një. Ta ajo nuk u regjistru si parti. Atëherë pse mbështeti të pavar, mbështeti që mos i hapi kraun kandidatëve, le të themi të Arlind Qorrit, Agron Shehajt, të cilët mund zinin vendin e opozitës. Dhe po doja bën çdo gjë që është e mundur që të pengojë dhe të krijojë monopolin, pra është lufta që të mbajë monopolin opozitar. Dhe e treta, Berisha po i sjell një dëm të madhe të ardhmes opozitare, sepse askush sot nuk mund të ma thotë, kur me Berishën është katandisur me 500 protestues. Po nëse nesër i ndodh diçka shëndetit Berishës dhe Berisha nuk është. E dini që kjo parti do krijohet në 60 copa, do kemi partinë e Flamurit, partinë e Albanës, partinë e Gazit, partinë e Agronit, do kemi 20 parti se këta 10 Berisha i mban dhe me zi mbledhjen 60 veta. Këto do katandisen në 60 shoqata pas ikjes Berishës, sepse Berisha ka humbur besimin dhe te trashëgimia familjare e kalimit të partisë. Po ta vini re, ka hiq dorë dhe nga procesi i lënies familjes partisë, sepse ndërkombëtarët ja kanë prishur atë skem që në 2019 dhe nuk i funksionon më dhe tani e shtyn e mban për shkak të proceseve që ka me SPAK-un. Tani pyetja është për publikun me që na ndjekin, që t'ja thjeshtojmë analizën. Berisha ka 6 muaj që mban një kaos, na vodhën votat 11 maj. Pyetja është nga 11 maj, po i afrohemi 11 dhjetorit. Jemi në fundin e nëndorit. 6 muaj. 7 muaj, po. Pse nuk 6-7 muaj, pse nuk protestoi për vjedhjen e zgjedhjeve? Ku ishin ato 300.000 njerëz që kanë vjedh votat nga Partia Socialiste? Ku është ai popull opozitar për kauzën për mbrojtjen e votës lirë? Dhe një ditë bukur, mbas 7 muajsh, kur i vjen një fletëthirrje nga SPAK-u, kujtohet të bëj këtë floktoren para se kjo është floktore, që dalësh të krijesh përpara kryeministrisë. Kjo nuk është foltore. Foltorët janë gjë krejt tjetër. Foltorët janë popullore, foltorët janë ato që bënte Pepe Grillo në Itali, i cili nuk futi veten. Denis, po, ne mbajmën, po. 5 yjet dhe lideri i tyre Pepe Grillo nuk e futi veten në listë për deputet. U bë lider i ajo ishte diçka e re, Kreshnik. Ne nuk kemi ndonjë gjë të re te Berisha. Berisha është i stër përsëritur. Po, i stër përsëritur, po nëse Berisha do thonë unë se bëj këtë luftë për vete, unë s'hy as në listë për deputet, e bëj për popullin, e bëj për demokratët, i rikthej ata, dhe ja nuk po futem as parlament, po jam as kryetar partie, bën atë si Pepe Grillo. Pse nuk e bën? Sepse do të ketë imunitet. Pra gjithë kjo në një ditë bukur, vjen fletëthirrja, ditën e fletëthirrjes organizon protestë dhe nuk ka demokrat që mos ja kuptoj që e bën thjesht për interesat tia personale. Padyshim duke marrë në parasysh edhe atë çka ju parashtruat pak më herët, duke sjellë kështu në paralelizëm edhe forcat e reja opozitare, marrë në konsiderat edhe nivelin e protestës që bëhet sot. Mund të themi që Partia Demokratike tani më ndoshta edhe në zgjedhjet e ardhshme mund të lëshojë këtë
fronin e opozitës zyrtare, ndoshta forcat e reja politike kanë marrë një super xhiro duke parë edhe atë çka po ndodh konkretisht me Partinë Demokratike. Alo, dhe njëherë të lutem, se që dëgjoj mirë? Jemi bashkë, tani nuk e di nëse dëgjohemi saktë? Po, tani po. Okej, duke marrë parasysh të gjithë parashtrimet që ju bë në raport me forcat e tjera opozitare, çka thatë që në fakt Partia Demokratike është bërë një lloj monopoli kështu për të ruajtur edhe opozitën. Mund të themi që në prag të zgjedhjeve të ardhshme të ketë edhe një tkurrje më të madhe duke kaluar forcat e tjera, partitë e reja në një opozitë, po themi kështu më zyrtare, ekziston kjo mundësi? Për momentin unë nuk e shikoj për hir të vërtetës, megjithatë mund të ketë zhvillime të ndryshme, se për hir të vërtetës zgjedhjet janë shumë larg dhe në Shqipëri ngjarjet janë shumë dinamike. Spaku po tregon që po shënon një faqe të re në historinë politike. Spaku aktualisht është opozita më e forte e establishmentit vjetër politik dhe mund të ndodhë që të ketë ngjarje të tjera, por nëse do të jemi në të njëjtat rrethana politike. Unë mendoj që partitë e reja politike do ta kenë shumë të vështirë për disa arsye. E para që dy partitë kryesore të reja, të cilat mblodhen shumë vota, siç është ajo Shqipëria bëhet apo Partia Mundësia, bën një gabim historik të tyre që për 150 ditë sfumuan 150.000 vota, sepse u futën në koalicion me Berishën. Pra, dhe ta dini shumë mirë që një koalicion me Berishën gjithmonë të sjell një goditje shumë të rëndë, sidomos kur nuk e justifikon dot, se kur nuk se politika është rezultat në fund. Po të kishin fituar, mund të justifikonin që bashkimi i tyre solli fitoren dhe rotacionin pushtet lokal. Por në momentin kur këto morën nga 10% votave Bashkinë e Vlorës apo të Pelenës apo të Matit, Burrelit, atëherë to kanë dështuar, pra bashkimi mes i partive të reja i ka sjell një kosto shumë të madhe në imazh. Dgjoj, eksperienca ka treguar që partitë dhe establishmenti vjetër të bën shumë pis. Dhe unë parashikoj që në zgjedhjet e ardhshme lokale, partitë e reja nuk marrin dot asnjë bashki. Zero. Po doja prap do jetë në kufi 3-4 bashki dhe kjo do të jetë dëgjoj, edhe një herë, unë kam bindjen po doja humbet zgjedhjet edhe sikur të arrestohet gjithë kupola e PS-s. Pra, po doja është një parti e kapur, është një degëzim tashmë i pushtetit. Ndën është e marrë peng si parti. Edhe unë një dhe mendim, Biles, unë do shkoja më tutje, për doja sot edhe si kur mos tjetë fare në politike dirama, prap nuk e mund do të Partitë Socialiste. Po, me gjitha të Kreshnik, ne duhet i themi gjërat, i bjem dakord që për doja është jashtë lojës. Edhe përsa i përket forcës së numrave, nuk ka më asnjë mundësi imponimi. Unë në fakt, pavarësisht se nuk pres që Rama ta bëj, po do doja nga kryeministri që të shikonte Shqipërinë me standardet e BE-s, jo më me të krahasoj me Berishën. Dhe vetmja mënyrë, me qenë se PD-ja nuk e kërkon këtë gjë, sepse humbet atë që ju thatë monopolin e opozitës, e vetmja mënyrë që Rama ta bëj këtë gjë është që të bëj një listë zgjedhor edhe më drejt për partitë e reja, sepse ne me këtë, nëse do shkojmë me listë zgjedhor PS-PD, do kemi të njëjtën situatë, thjesht do thellohet diferenca mes PS-s dhe PD-s. Por një listë zgjedhor, për shembull siç e ka Kosova, le të themi proporcional kombëtar, do ishte shumë i denjë për partitë e reja për ta hapur lojën, përderisa kjo opozitë është e paaft të kryej rotacionin. Ndoshta nuk do mjaftonte për një palë zgjedhje, por duke hapur lojën, ndoshta unë mendoj e kisha pritur këtë shërbim nga PD-ja, po meqense Berisha askëndër mund ta bëj, ndoshta është koha për t'ia kërkuar Ramës këtë gjë. Le ta bëj Rama këtë për të mirën e demokracisë, sepse vendi po rrezikon të jetë me një parti. Denis, unë parashikoj që sistemi zgjedhor dhe jeta parlamentare do të vështirësohen dhe mekanizmi elektoral nuk do të lehtësohet. Për sa kohë pjesë e vendimarrjes dhe ligjvënies do të jetë Sali Berisha dhe Edi Rama, si pjesë e një procesi për një shumicë kushtetuese,
atëherë unë parashikoj që ligji me 2 dhoma, që do të thotë sistemi me senat dhe me parlament me 100 deputet, jemi me protestën, po dhe kemi zotin Berisha, në këtë çast ndjekim së bashku. Kjo është foltore themelore. Kjo foltore, atë lëvizje të fuqishme që do jap këtij regjimi ndëshkimin që meriton. Ndaj dhe le të përshthesim ne përzemërsisht dhe me mirënjohje të gjitha ata që morën pjesë, të gjitha ata që ndoqen këtë foltore, e cila ju garantojnë ju do shtrohet një gur frymëzimi. Kjo foltore unike në historinë e vendit do të realizojë bashkimin e shqiptarëve në një ideal të lartë, në idealin e votës së lirë, në idealin dhe shëjtrinë e familjes shqiptare. Mirupafshim, foltore tjetër po në këtë shesh, tjetër po në këtë shesh, gjerë fitore, faleminderit. Mbyllja edhe e fjalës së zotit Berisha pikërisht në këtë protestë. Edhe mbyllja ishte shumë e qetë. Edhe si lumtur më duk, më fal. Jo, vetëm mirupafshim, do të thënë zakonisht thotë rroft Partia Demokratike, rroft popull shqiptar, kësaj radhe vetëm mirupafshim. Edhe mbyllja ka qenë atipike kësaj radhe, kështu që nuk e di çfarë do, vetëm tani presim vetëm sarkazmën e Edi Ramës me një status në Facebook. Me siguri do jetë shumë shpejt. Ndërkohë, zoti Spahiu, ndjes se ju ndërprem, por edhe për shkak të zhvillimit për ta përfunduar logjikën, besoj të dëgjuat edhe mbylljen e fjalës së zotit Berisha në këtë protestë. Do mundohem të lidh të dyja. Do mundohem të lidh të dyja. Faleminderit. Shiko, të keni parasysh që Berisha është paqësor kur nuk ka mbështetje në numra. Pra, ai nëse sot do kishte 100.000 njerëz në shesh, 50.000 njerëz në shesh, apo 20.000 në shesh, nuk do ishte kaq paqësor. Jeni të bindur që do përpiqej të ishte radikal. Sigurisht që paqja vjen kur nuk ke as entuziazëm, as brohoritje, as numra në shesh. Dhe ky është një moment shumë i rrezikshëm për jetën parlamentare. Ky është një moment shumë i rrezikshëm për marrëveshjet e fsheta që mund bëj Berisha politikisht në parlament. Se mund të jenë shumë të rrezikshme, sepse Berisha, atë që nuk po e fiton dot në rrugë, atë do mundohet ta fitojë nëpërmjet kartonit. Pra, ato vota që ka për ndryshuar kushtetutën, do bëj ç'është e mundur të arrijë një marrëveshje për të zgjatur jetën e tij politike apo të grupit tij të ngushtë politik. Dhe këtu mund të ketë shumë pasoja në ndryshimin e kushtetutës për të ndryshuar parlamentin dhe për ta shndruar me 2 dhoma, një parlament me 100 deputet dhe një senat. Sepse nga ai moment do shkrin çdo mundësi për lëvizje tjera politike, sepse do duhet që të hyhet me 20.000 vota në parlament. Dhe do rritet koeficienti, do hyhet me 7%. Pra nuk do hyet dot më as i parti e re politike. Pra, ky është një moment që Berisha do shikoj tani mekanizma të tjerë. Dhe pazaret politike janë gjithmonë të dëmshme në jetën parlamentare. Por, gjithsesi, megjithatë, Kreshnik, jam dakord me rrezikun që përmend, po kam përshtypjen këtë tutje nuk do ta ketë thjesht jo Berisha që është jashtë loje, po do ta ketë thjesht kryeministri Edi Rama, për shkak se tashmë është futur te obori i BE-s dhe në çdo ndryshim ligjor, mund e përmenda edhe pak më parë, po ambasadori ja tha ditën e njëjtë, bësh të duash, mund ndryshosh ligje kushtetut, por nëse prek reformën drejtësi nuk ka integrim. Pra, sa radhe ne si qytetarë zakonshëm e kemi një mini garanci që pavarësisht numrave dhe marrëveshjeve që mund bëj Rama me Berishën, por unë nuk besoj se Rama do të shkojë drejt kësaj marrëveshje, është Bashkimi Evropian që do ta frenojë deri diku. Këtë përshtypje kam. Edhe unë ndaj të njëjtin mendim që
çdo lloj marrëveshje politike e cila do të prek parimet bazë të parlamentarizmit, por edhe të pavarësisë pushtetit gjyqësor, do ta largojnë jo nga viti 2029 apo 30, por do e çojnë vitin 2040 Shqipërinë për të qenë dyert e Bashkimit Evropian. Realisht Shqipëria e ka një shans të ardhë, jo vetëm për shkak të standardeve që ajo mund të plotësoj, por për shkak të interesave gjeopolitike që ka Bashkimi Evropian për procesin e zgjerimit, për shkak të Po, duke qenë ndjes jo ndërpres, po duke qenë se jemi në analizën e procesit të integrimit në BE, do më lejosh që të bëj një lidhje me kolegën e terren për protestën, të ndalemi sërish së bashku, sepse duaj që t'i dedikojmë edhe pak aspekte e integrimit. Ndërkohë jam në një komunikim të drejt për drejt me dy kolegët, me Daniela Malokun dhe Sokol Dema. Daniela, nisim së bashku, ka përfunduar protesta. Ermal, të përshëndes, apo ka përfunduar protesta e opozitës përpara kryeministrisë, një protestë e cila zgjati rreth 1 orë e 30 minuta, dhe sikurse ishte parashikuar, ishte një protestë në cilën u mbajtën fjalime kryesisht nga deputetët e Partisë Demokratike, por mesazhi kryesor ishte i Sali Berishës, ai i cili zgjodhi që fjalimin e tij ta mbante që në fillim të jepte edhe mesazhin se përse niste ky tur protestash që Partia Demokratike i konsideron foltore parlamentaro-qytetare, pasi përmes kësaj foltoreje synon që t'i jap zë kryesisht problematikave cilat nuk lejohen sipas demokratëve që të dëgjohen në parlament. Ndërkohë më duhet të theksoj Ermal që krahas disa prej deputetëve të cilët folën në foltoren e ngritur përpara kryeministrisë dhe që në fakt prezenca e tyre u vure përmes fjalimeve që ata kishin, njësër deputetësh të tjerë u bashkuan protestës ditës së sotme. Kryesisht grupi parlamentar i Partisë Demokratike ishte, edhe pse u vure mungesa e njësër prej aleatëve të Partisë Demokratike. Kryesorët, në fakt, ata të Partisë të Lirisë u vunë re në shesh, por aleatët e tjerë tradicional demokrat munguan, ose të paktën syri medias nuk i kapi, edhe madje nuk pati nga ata që mund të kishin një fjalim përpara qytetarëve të cilët ishin thirrur në protestë sot. Për të ndalur tek 3 mesazhet kryesore të zotit Berisha shumë shkurt, mesazhi i parë kishte të bënte me arsyen përse u ngrit kjo foltore që sipas tij njëjtë si protesta që u zhvilluan përpara godinës së Bashkisë së Tiranës, që sipas Berishës çoi në burg edhe Erion Veliajn, tashmë është radha e kryeministrit dhe zëvendës kryeministres Balluku, tha Berisha, që duke patur një lloj shëndrese nga ana e opozitës, ata të përfundojnë në burg. Ishte ky mesazhi i zotit Berisha. Nga ana tjetër shigjetoi po sot ligjin për barazinë gjinore, një ligj shumë i diskutuar dhe i kundërshtuar nga ana e opozitës, ndërsa një thirrje si mesazh të fundit e pati edhe për ata qytetarë që nuk ju bashkuan protestës së sotme, i vetëdijshëm mbase që protesta e sotme numerikisht nuk ishte ajo mbase që edhe pritej dhe që synoi nga ana e demokratëve. Po ashtu ra në sy edhe mungesa e disa figurave që nuk janë deputet, por që janë të rëndësishëm në Partinë Demokratike. Fjala bie Ervin Saliani, i cili në fakt më ka konfirmuar që nuk ishte pjesë e protestës për shkak se ka patur një takim në Gjermani dhe po themi nuk ndodhej në Shqipëri në momentin që u mbajt protesta, edhe pse zoti Saliani shkeli tokën shqiptare në momentin që nisi protesta, ka patur pamundur ti bashkoj pikërisht për shkak kësaj vizite që ka patur në Gjermani. Ndërsa nga ana tjetër ju e theksuat edhe në më herët që Ilir Ali Mehmeti po ashtu ishte një nga figurat që nuk ju bashkua protestës sot, sepse e pasi një mungesë ftese nga ana e leadershipit demokrat. Kështu që munguan disa figura që kryesisht i përkasin Partisë Demokratike, por jo jetës në parlament, po themi të demokratëve. Qartë, ndërkohë që ky aksion do të vijojë i përjavshëm nga demokratët, ne do të jemi padyshim me të gjitha detajët do përcjellen her pas here nga aktivitetet në terren me kolegen Daniela Malokun, ndërsa vjen reagimi i parë nga socialistët të Denis. Kemi një postim të bërë edhe Regina Ndimon në këtë çast nga krye grupit parlamentar Tauland Balla, që kanë nxjerrë një foto në fakt në protestën e sotme, teksa e ka shoqëruar me një shenjë
pra të bufit, ja doli ta fundos Partinë Demokratike në shoqat. Siç tha i madhi Besnik Cinari, kaq në Shkodër i çojmë Krushq në dasëm. Natën e mirë shkruan Tauland Balla, pikërisht reagimi i parë që vjen nga socialistët. Aq më keq kur ka reaguar Tauland Balla, pra Edi Rama s'ka marrë as mundimin për të reaguar, e ka lënë Tauland Balla. Kështu që tregon që protesta ka qenë le të themi në të gjitha dimensionet një dështim i plot. Do të jem në këtë çast me kolegun Sokol Dema për të mësuar në fakte edhe atë çka ka qenë masat e sigurisë së marrë ditës sotme, nëse ka pasur me sa ne pam në transmetim të drejt për drejt. Sokol, të ripërshëndes edhe një herë, nuk konstatuam ndonjë incident, por nëse ke diçka për të raportuar në raport me aspektin e sigurisë, koha juaj. Po, Ermal, në fakt të gjitha masat ishin ndërmarrë pra që më herët nga ana e policisë të Tiranës, ka qenë vetë kryepolici i kryeqytetit, pra Elton, i cili ka qenë në ballë të kësaj proteste pra për masat e sigurisë. Sigurisht në kuadër të këtyre masave kanë qenë, siç kemi parë, përgjatë gjithë zhvillimit të saj, pra efektiv të forcave të rendit, të cilët kanë qenë në radhë, pra kryesisht pranë podiumit apo në afërsi të gjithë rrethimit pra të godinës së kryeministrisë, teksa nga ana tjetër nuk është regjistruar asnjë incident pra që të ketë patur nevojën e ndërhyrjes së uniformave blu. Patjetër që masat të cilat janë ndërmarrë kanë qenë të një niveli të lartë. Megjithatë, duke pasur parasysh pra se asgjë nuk ka ndodhur, duket se masat kanë mbetur në kuadër të vetëm të marrjes së tyre. Gjithsesi, gatishmëria ka qenë absolute pra nga ana e policisë. Në pamje të parë janë shfaqur vetëm një numër shumë i vogël efektiveve të policisë, por në prapa skenë, pra prapa godinës së kryeministrisë ka patur një numër të konsiderueshëm në total prej rreth 500 efektivësh policie të lojeve të ndryshme, e konsideruar si një protestë relativisht e qetë, është përmbyllur për sot me synimin ndoshta që policia do të marrë masa sërish në javët në vijim, kur opozita do të mblidhet sërish në shesh. Të falenderoj Sokol për këtë informacion, ndërsa zoti Spahiu jemi në përfundim, ju lutem një koment të fundit, sa i takon pikërisht edhe procesit të integrimit. Ishim duke diskutuar për këtë çështje që padyshim edhe kolegu Minga e theksoi që është shumë e rëndësishme në raport me rrugën e Shqipërisë. Së pari duhet kemi parasysh, kam dëgjuar shumë akuzat sotme për shembull që e etiketojnë ata që duan ta dëmtojnë procesin e integrimit të Shqipërisë, se konsiderojnë Shqipërinë narkoshtet, shtet të drogës dhe të prostitucionit. Por shumica e tyre nuk e dinë që afro mbi gjysma e shteteve kryesore të Bashkimit Evropian kanë legalizuar, le të themi, kanabis. Domethënë ato të cilët këta e konsiderojnë Shqipërinë Gjasi interesante. Po, pa llogaritur këtu prostitucionin që pothuajse gjithë Bashkimi Evropian e ka të legalizuar. Pra, këto janë dy akuzat të cilat nuk e dëmton as pak Shqipërinë në procesin e integrimit të Bashkimit Evropian. Do të sulmoj doktori Kreshnik me këtë gjë. Ka absolutisht Denis shumë probleme standarde Shqipëria, sidomos në nivelin e shtetit juridik. Problemet janë jashtëzakonisht të mëdha, sepse nuk është vetëm puna e SPAK-ut, por ka probleme të tjera që mbarten me gjithë sistemin, por ajo çfarë unë lash përgjysmë që parë ishte që Shqipëria ka një moment historik, një moment politik ku për shkak të interesave gjeopolitike të përballjes të armiqësisë me Rusinë që ka aktualisht Bashkimi Evropian, problemeve të luftës, procesi i zgjerimit është më shumë në interes të Bashkimit Evropian se sa të Shqipërisë. Unë kam gjetur shumë diplomat huaj, të cilët e kanë vizituar disa herë Shqipërinë, kanë qenë turistë, e adhurojnë Shqipërinë tashmë për shkak bukurive të saj. A e dini që ka shumë që kanë një pikpamje dhe thonë ju do dëmtoheni, ju nuk keni ndonjë interesi të jeni pjesë e Bashkimit Evropian. Pra, realisht më shumë interesa për momentin ka Bashkimi Evropian, se sa ka Shqipëria të jetë pjesë e BE-s. Dhe për këtë arsye, BE-ja do ta pranojë Shqipërinë, është çështje kohe, dhe nuk është çështje, le të themi, e thjesht dhe vetëm e standardeve. Sigurisht që Shqipëria ka bërë hapa përpara, mos harrojmë se Shqipëria përpara 25 vjetësh ishte një Shqipëri e cila i ngjante përtej vendeve afrikane, nuk ishte stabilitetin asnjë vendi afrikan. Ishte me gjithë depot e hapura, janë vrarë me mijëra persona brenda një viti, ka qenë tërësisht jashtë kontrollit. Nuk dilje dot pas orës 6 të mbrëmjes në disa qytete të Shqipërisë. Jemi në limitën ndërkohë, Spahiu, po.
dhe për këtë arsye, për të mos ju marrë kohë, mendoj që Shqipëria është shumë pranë BE-s, për shumë e shumë arsye, nuk është një proces i cili ndodhi brenda pak muajsh, por është një proces i cili mirë pritet nga gjithë shoqëria. Qartë, falenderit shumë, kënaqësi të kisha në program. Denis, kemi mbërritur në fund, falenderit shumë për kohën. Kemi padur mundësi të ndjehim të gjitha zhvillimet që për orës 17 ditë sotme, ndërsa kemi mbërritur. Do të shihemi së bashku ditën e nesërme, deri nesër qëndroni mirë. Pas pak do të jeni me kolegen Megi Satria. Mirëpafshim.